Reuters ka publikuar pamje mbreslënse nga festimi i Fitër Bajrami në Shqipëri, ku rreth 120.000 besimtar musliman kanë falur namazin pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazani. Fotot e realizuara nga lart tregojnë për masat e mëdha të pjesëmarrjes dhe atmosferën e veçantë të kësaj dite. Në Tiranë, mijëra besimtarë u mblodhen në sheshi Skënderbe për të kryer faljen e namazit, duke e kthyer sheshin në një hapësirë të madhe adhurimi dhe bashkimi. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë paqësore, ku qytetarët ndanë urime dhe solidaritet. Pamjet janë realizuar nga ajri dhe duken momentet më domethënëse të kësaj feste, duke reflektuar për kushtimin dhe numrin e madh të pjesëmarrësve në një nga ditët më të rëndësishme për besimtarët musliman.